Përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisas Kitchen dhe sot do ju sjell një recetë petullash tepër të shijshme dhe tepër të veçantë, si nga forma ashtu dhe nga shija. Janë petulla të mbushura me gjizë, prandaj ndiqeni videon deri në fund sepse është shumë interesante dhe mënyra si gatuan edhe mënyra se si bëhet forma e tyre. Shpejt fillojmë nga puna, por si gjithmonë nuk do harroj t'ju kujtoj që nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Nëse keni qejf të ndiqni, nuk humbisni asnjë nga recetat. Në një tasje shumë të madh do të shtojmë 170 ml qumësh të pakët. Ju këshilloja t'i masni përbërësit, kështu do të arrini fiks recetën që duhet. Tek qumshit do të shtojmë një lugë gjelle plot me miell. Për të aktivizuar majan do të shtojmë edhe një lugë gjelle me sheqer. Dhe në fund fare do të shtojmë një lugë gjelle plot me majan. Gjithashtu, nëse ndiqni këtë video deri në fund fare, do ju shfaqen recetat më virale, më të pëlqyera në kanalin tim, janë kryesisht receta tradicionale. Vazhdojmë duke përzierë të gjithë përbërësit për ta bërë më të lehtë tregjen e majanit. E kemi mbuluar me qese transparente dhe do e lëm 10-15 minuta pushim sa të bëhet aktivizimi i majas. Shikoni pak çfarë bëhet me majan ton, për 10 minuta bëri namin. Tani fillojmë përgatisim shpejt brumin e petullave. Majan e aktivizuar, do të kalojmë të gjithën në një tas të madh ku do të përgatisim edhe brumin. Do të vazhdojmë duke shtuar gjysmë fixhani kafe me vaj. Do të shtojmë gjithashtu një vezë. Do të shtojmë 150 gram kos, sa më i trashtit kosi, aq më të mira do të bëhen petullat. Dhe përzijmë mirë të gjithë masën për të krijuar një masë homogjene dhe tani do të vazhdojmë me shtrimin e miellit si edhe të kripës. Kam shtuar pjesën e parë me miell. Do na duhen gjithsej 550 gram deri 600 gram miell, por ka shumë rëndësi që mielli të shtohet gradualisht në 3 pjesë. Pra do të shtojmë pjesën e parë, do të shtojmë kripën. Tani do të shtojmë 2 lugë të vogla me krip dhe do vazhdojmë të shtojmë pjesën tjetër nga brumi. Pra si që thash në fillim, ka shumë rëndësi që brumi të shtohet avash në 3 pjesë, kështu që brumi do të marrë më shumë ajër, na bëhet i butë dhe merr konsistencën që ne dëshirojmë. Pra kemi shtuar pjesën e dytë të miellit, do e ngjeshim derisa e merr të gjithë miellit dhe do shtojmë edhe pjesën e fundit fare. Dhe kjo është konsistenca e brumit në fund, është brum i butë, elastik, ngjit pak në përduar, prandaj për ta ngjeshur ndihmoni me nga pak miell. Dhe çfarë është interesante shumë për këtë brum, nuk do e lëm të vi në ambient, por do e vendosim në frigorifer të mbuluar të qëndroj aty për 1 orë dhe pastaj do vazhdojmë të përgatisim petullat, por si fillim do përgatisim edhe mbushjen e petullave. Ja pra të gjithë brumin siç e kemi, do kaloj në një tas tjetër, do e mbulojmë me qese kuzhine dhe do e kalojmë në frigorifer tek pjesa e freskët. Do qëndroj aty fiks 1 orë. Ja pra këtu do e vendosim në frigorifer tek pjesa e freskët për fiks 1 orë. Do të përgatisim mbushjen, na duhet një e bardhë veze. Mbushjen mund ta bëni me djathtë ose me gjizë, unë do bëjmë me gjizë, përzijmë një vezën dhe veza do na duhet për të lidhur gjizën. Na duhet 200 gram gjizë ose djathtë i bardhë i thërmuar feta. Kemi bashkuar gjizën me të bardhën e vezës.
do të shtojmë edhe pa krip, sepse kjo gjiza ime nuk ka krip, nëse përdorni djathë të bardhë. Nuk ka nevojë, do përzihen mirë derisa na krijohet një masë homogjene. Shikoni pak si na ka ardhur brumi dhe pse ka qenë frigorifer, fryrjen e ka bërë tamam. Brumin e kam kaluar mbi banak dhe nuk është më e nevojshme që ta punojmë me duar, thjesht do e hapim pak kështu dhe tani do të përdorim moklaim për të bërë një petë disi drejt këndore. Filloj me hapim petën. Do kujdesemi të ta bëjmë një çik drejt këndore, sepse do e presim dhe do e ndajmë në 12 pjesë. I kam dhënë formën drejt këndore, pak me duar dhe pak me moklaj dhe tani është momenti ta presim. Do ndajmë 3 shirita për së gjati dhe 4 për së gjori. Tani një nga një do i mbyllim të gjitha, në fillim mbyllim pak pjesët anësore. Pastaj vazhdojmë duke mbyllur pjesët e tjera dhe do japim formën e gjatë cilindrike. Është shumë e rëndësishme që t'i mbyllim kështu me gishta në mënyrë që mos na hapen dhe të ruajmë formën edhe gjatë pjekjes. Do japim formë pak këtu në fund dhe kështu do të veprojmë me të gjitha. I kalojmë me pak miell, se mos ndoshta na ngjisen këtu në banak. Kaq, kështu do veprojmë me gjitha. Petullat i kemi mbështjellë dhe i kemi të gjitha gati. Ca më kanë dalë pak më të mëdha, por nuk prish punë. Do i skuqim në vaj të bollshëm të ngrohur sa më mirë nxehtësia në mesatare dhe nuk marrin asnjë pikë vaj. Duhet edhe t'i bëni këtë rrotullimin kështu që të marrin formë edhe më gjatësore. Skuqim nga dalë, kujdesim mos na skuqim më shpejt se ç'duhet, që të bëhen një si në brendësi ashtu në sipërfaqe. I kalojmë të gjitha në gjatë dhe të bëjë skuqim e rrallë. Shikoni pak edhe petullat tona bukuroshe dhe të shijshme. Janë gati, prandaj ju falenderoj që ndoqët këtë video deri në fund dhe ju sugjeroj shumë t'i provoni, sidomos për fëmijët, janë shumë praktike për ta mirë në ajër edhe vera për t'i marrë me vete në plazh apo qoftë edhe për një piknik.